Që vogël, unë kom pas pak probleme me shëndetin edhe kom hup një veshk. E kom pas një varë shumë të madhe në atë, dhe më thonë, aty ku ma kanë hek veshkën edhe me thonë drejten, të më kishë ndodhë sot se kisha marrë fort komedica personale ose më një fort në ndishme në atë pjesë, po jam konë shumë e re, se në moshën 13 vjeçare unë e kom hup veshkën. Edhe jetoj me një veshk për asaj moshe. Edhe nuk është e vërtet që me një veshk nuk ban fëmijë, se unë i kom bo 4. A ka pas këse fjallë? Po, ka pas, dhe me thonë, për qëtë punë, unë e kom përmenë edhe një intervistën tjetër. Më kanë pyet njerëzit që nuk e kanë ditë çka kam, dhe me thonë, se ka qenë një varë bukur shumë e madhe edhe sidomos kohën verore, dhe më thonë, aja pjesë u dok ma shumë, edhe gjithmonë më kanë pyet, çka ke aty? Unë se kam pas problem ju e thonë, për shembull që e kam një veshk edhe jetoj me një veshk, se ka njerëz që lindin me një veshk edhe nuk e dinë që e kanë veç një veshk, jetojnë me një veshk, nuk do me thonë kjo kur gjë heq, absolut heq. Fati jam i mirë u konë që veshka tjetër ka funksionuar shumë mirë edhe sot ditë funksionon perfekt, edhe asnjë terapi nuk e marr, as kur gjë, veç se duhet me pi unë pak më shumë ujë se njerëzit, të më thonë që preferohet me pi, po. Edhe unë javë kam të rëgu këtë normal, dhe më thonë, jetoj me një veshk, po tani ajo, dhe më thonë, mas parja e mimika e njerëzve, mu më ka pengu shumë, se ti s'ki nevoj për shumë me një vetin, unë e kuptoj që është pak një pjesë e ndishme, po unë jam në shëndetshme, dhe më thonë, se kam problemat, edhe gjithmonë ka pas njerëz që kanë thonë, hej, po, ti me një veshk, është problem me bo fëmijë, është problem me kriju familje, edhe për një me kalimin e kohës së re dikur atë pikët aja pjesa që ndoshta me të vërtet nuk kam me pas fatin me pas atë ndjesinë e nonës. Po, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Jo, absolutisht heq. Edhe unë atë pjesë tani me thënë drejtën, qatë shumë që më ka pengue tani kjo jo paragjykime, se s'më me thënë që janë kom paragjykime, po e kom bëllu me një tatu. Qyshe ke bërë? Edhe asaj tatu, më thonë, e kom pas padhoni, dhe më thonë, e kom bëllu me një tatu me një lull, që sot për shembull nuk e vren kërkosh. Sot është kushet, wow, sa bukur ke tatu, por nuk e din që une ramin e tatu se kam komplet vjen e prerjes që e kanë bërë, dhe më thonë. Motivi i kësaj lullës është unë për shembull e kom përmend edhe me një intervistë tjetër, një lule që e ujitish nuk vdes kurrë. Edhe në trupin tem e ujiti pak ma shumë e ujë se njerëzit tjerë, kështu që e moj gjallë veshkën që e kam edhe du më plak, du me arrit atë 90-qin. Ja, ti më plak, jo, me jetu gatë, po, se ti nuk e kim plan më plak, ti si ka plakësh. Du më ta thonë edhe një, më rëndësi është njeri, më thonë, motivi ytë ti që shenin vetin, se ka për shembull shumë lloj smuja që janë shërushme, nga ana e mjekësisë, po vetë personi dorëzohet edhe nuk ja del. Ka pas shumë raste për shembull kanë qenë smundje që janë konë ashta me 1% me jetu ose 90% vdekje, po motivin që kanë pas me jetu edhe që kanë thonë që unë ja dal, dhe më thonë, ja kanë dalë, ilaçi kryesor jeti vetë. Pastaj vinë edhe normal kuptohet pjesa e mjekësisë, ama nëse ti e ke atë forcën, nëse ti nuk dorëzohesh, edhe unë s'jam dorëzu kurrë. Unë s'e kam marrë kurrë kështu këtë punën kaq tragjike, s'më ka dukur gjë diçka me thonë që është diçka që më rrezikon jetë. As kur se menoj, a beson, domethënë nuk më vjen mend. As që e menoj që jetoj me një veshk kur asnjëherë ja. Po më intereson kush të ka nejt më shumë ti afër çato ku normal, familjar të kena të nkorën, po më intereson ato fjalë që të kanë thonë, nashta që ti e duk që s'to ka tanin, po nashta kanë menu që po e më shef si moment, ose nëse. Po tash unë jam konë atëherë shumë e vogël, 13 vjeçë, nuk ose, në ato vite nuk ose e kom marrë kështu si fëmijë, dhe më thonë, nuk e kom kuptu shumë, dhe më thonë, shka dhe më thonë kjo që mu kam veç me një veshk, me qenë se edhe familja eme shumë kanë tentu me ma dhëru një veshk, mu atje në Zvicër, po me këmbgulje, po nuk kanë pranu e mjekët, se nuk u kanë arsyeshme une me marrë një veshk, dhe me thonë se e kanë ditë sigur që kjo s'ka nevoj për veshka tjetër shumë e shëndetshme. Edhe s'ke pas nevoj? Jo, dhe me thonë nuk kom pas nevoj dhe nuk e kom marrë. Po tani, në të rrit pak të hinat
adoleshenca, të kuptu jetën. Po. Ka pas momente që edin e këmë thonë vetit, hej, ka dalë mërë se nështë ta mundet më konë edhe rëzik ose asi, po prape këmë te i kalu më thonë se është e vërtetu një dalë edhe kështu e këmë majtë atë forcën teme. Ti e përmene frikën më të madhen që ke pas, edhe njerës të qatë kanë thonë, unë përdu këto momente dhe këtë mesazh që ti edhe, përdu me këthyre në kritika tjetër, jo rastisht e lash me të pytë ka fundi për ta, kështu që frika jote më e madhe o kun që a ke me bu fëmija, s'ke me bu fëmi. Kështu që na kena kontaktu me fëmijët e tu edhe kena një mesazh për ti sot, nuk e di asun çka kanë thonë, kështu që pilshojna që ati në televizion edhe për ndëgjojna. Është hera e parë që unë e bëj një diçka që si sene, nuk e di pse, jam konë te për shumë emocionune edhe unë Kam kontaktove ti fëmijë. Shumë e letë. Kam fëmijë janë në Zvicër. Shumë e letë, ka rnofshin rrjetet sociale, rnof telefoni, edhe në gazetar tjena ka pak kështu. Kështu që a i gati? E qka ki bo? Ti veç kthesh, masë dhe anis me këshyrë, shka do që ka thonë fëmija, kina me ngu të dyjat për herën e parë. Wow! Ta që më pështimu me kajtë, po më do këtë me rani kena bo. Mami, jena shumë krenare me ty. Jena na gjitha mirat edhe shumë suksese për ty. Duar pavarësia, plot laku e fëmija, por Kosova na ndihet ka liria. Duar pavarësia, o Shqipet e mija, e qaku me trimave ujt e t'liria. Ja, se kena bo më mërzit na. Kështu që unë i uroj fat të në fëmijëve mas shumë të imbot, e sidomos ani se kryesore janë gjëtë të mirë, janë gjëtë gëzimit, e pas parasysh e kuptum që po falshin te për mirë gjuhën shqipe. Ai pas mi po volin shqip, shumë më mirë se ti, se ty ka njerë po dal një ka një fjalë huja, ka një fjalë gjermanisht, fëmijëve nuk i dole asnjë fjalë gjermanisht. Po më intereson me kanë një më e lidhur më shumë me djalin a me çikat. Që ta shtim kilon. Pas edhe ishe ti mu më mështi me kajt. Jam a zemë, një du shumë. Edhe një du shumë se ti për një kënë të mirë. Një du shumë. Mami ju dënë shumë, ju puth shumë. Me djalin e di që keni lidhe pak ma shumë veçanë, se është edhe ma patriot, kështu, a? Me djalin, qëre, nuk dhe më thonë, a ki pa të na që shështë kjo pjesa cilin fëmija dënë ma shumë. Fëmija e kanë dashnin e njëtë, pët madhe të delin të voglin. Po, tash nga me të djali është maj vogli, sugari jonë edhe është pak maj përgdhelni, ma shumë edhe për motrat veta. Po, kjo pjesa e kongës tina, unë e kom pas djalin klip, dhe më thani kom pas të katrit edhe qatë shumë e donë këtë kongë, edhe nuk ka ditë që nuk e lëshon me ngun YouTube. Sa herë ta ngon, thot mami, hajde u lëkqyre që shka najt në ari, dhe më thonë si ushtar aty, ka ditu. Edhe e kënon, edhe e shikon kongën edhe vetë e kënon, e kom vrejt edhe t'i bo detyrat, ka pas për shambull do momente që për momentin i ka ik krejt edhe gjapsin dorë dhe fillon gëzuare, pavarësia. Unë e shijoj atë moment, ati nëse që ka met aja pjesa e kësaj kongës, a i veni edhe se hardë vim Kosovë, thët mami ana qëna pete në prekas, edhe është shumë interesant, ka qef shumë me ditë për shembull çka janë këto vore, pse kanë ndodhur, dhe din, na ja kemi treguar dhe historinë e luftës, shumë është shumë preks, shumë është i ndihshëm, edhe pse është shumë i vogël 8 vjet i ka. Po, unë ja tregoj me shumë qef se lidhet ma shumë me Kosovën. Edhe atje shkon në vallëzon edhe Shqip, dhe më thonë knaqët këtë këta shevetin tjërë që po, janë të tretë në ansamblin vatrat, janë bila që shkojnë gjdo weekend, ushtrojnë edhe bojnë shumë koncerte. Edhe shijon qatë shumë vetin, aj kur ta shevetin, aj ka qef shumë e dollë, aj më do këti ka go momit. Djallit pas ka go ty kompleta. Po, se unë kur kam qenë moshën e tina, gjithmonë kom pas qef me dollë, para kamera me dollë, gjithmonë e para, dhe më thonë me hap programin unë, edhe ky ka qef shumë, edhe dhe më thonë, kur do me dollë, gjithmonë thotë, hej, unë jam të dollë, tash këqyrë krejtë mua, vërnu me kamirë, ose kur ta përfundon, mami, ki marrë këtë me kamirë, e këqyrë vetin që ka bo,